Ndërsa presidenti i SBA-s Donald Trump po përmbys marrëdhëniet me fshinjen e tij verior nëpërmjet tarifave ndëshkuese dhe postimeve agresive në mediat sociale, kanadezët po pyesin veten nëse duhet të afrohen me aleat të rinj dhe më të besueshëm. Në një sondazh të kohëve të fundit, një shifër marramendse për 44% e kanadezëve thanë se mbështesin idenë e antarësimit në Bashkimin Evropian, krahasuar me vetëm 34% që e hodhën poshtë idenë. Një zëvendëse e Komisionit Evropian buri në dukje se Brukseli ishte i nderuar me rezultatet e një sondazhi të tillë, por konfirmoi se vetëm vendet evropiane janë të pranueshme për antarësim sipas traktateve qeverisëse të bllokut. Por ndërsa Bashkimi i Kanadas me Bashkimin Evropian mund të duket i pabesueshëm edhe për Komisionin, ekspertët e Bashkimit Evropian thanë se një hap i tillë nuk ka gjasa të ketë sukses, por nuk është i pamundur. Kanadaja me siguri do t'i përmbushte kushtet, edhe pse të ndara nga Oqeani Atlantik dhe mijëra kilometra, Kanadaja dhe Bashkimi Evropian ndajnë shumë interesa të përbashkëta, lidhje të forta ekonomike, vlera të përbashkëta demokratike dhe tensionet që po shkakton administrata amerikane e Donald Trump. Kjo ngre pyetjen, a ka diçka për te gjeografisë bazë që e bën një vend evropian dhe a mund të antarësohet Kanadaja? Vendet kandidate përfshin shtetet e Ballkanit Perëndimor, si dhe Ukrainën dhe Moldavin, që po përparojnë ndonse ngadalë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, por edhe Turqinë dhe Gjeorgjinë, të cilat kanë ngecur për shkak të problemeve me demokracinë dhe shqetësimeve mbi sundimin e ligjit. Çdo vendim në fund do t'i përkiste Komisionit Evropian dhe vendeve antarëve të bllokut. Kur fshini jugor i Bashkimit Evropian, Maroku aplikoi për antarësim në vitin 1987, aplikimi i tij u refuzua me arsyetimin se nuk ishte një shtet evropian. Së fundmi, dhënia e dritës jeshile për antarësimin e Kanadas në Bashkimin Evropian mund të shkënjejë disa vende si Turqia, që kanë qenë duke pritur radhën për dekada të tëra. Kryeministri i ri kanadez Mark Carney bëri udhëtimin e tij të parë të huaj në Francë më 17 mars për të diskutuar ndërtimin e lidhjeve më të forta ekonomike, mbrojtëse dhe tregtare me presidentin francez Emmanuel Macron. Por ai mund të ketë bërë edhe një gabim fatal për ambicjet afatgjata drejt Bashkimit Evropian, kur e quajti Kanadan vendin më evropian nga vendet jo evropiane. Kjo mund të kishte efekt të kundërt nëse Kanadaja ndonjëherë paraqet një kërkesë për antarësim.